2 persona janë ndaluar për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale, marrje ose dhënje e rishfetit. U lajmëruemi nga njëra prej qendrave të votimit në komunën e Fushë Kosovës, konkretisht në Bresje tek shkolla e mesme Ul Daud Bugojevsi, ku tashmë prokuroria themelore e Prishtinës ka konfirmuar zyrtarisht se 2 persona janë ndaluar për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale, marrje ose dhënje e rishfetit në lidhje me procesin e votimit. Kallzo.com kishte pranuar një informatë se 2 persona janë shoqëruar në stacionin policor në ndyshime për fotografim të votës dhe pikërisht ky konfirmim zyrtar i prokurorisë themelore të Prishtinës lidhet me këtë rast. Pra, fillimisht 2 persona në qendrën e votimit prapa meje janë parë duke fotografuar votën, edhe të njëjtit pra kanë qenë duke u pritur nga një taksist në jashtë pra qendrës së votimit, për çka pra policia dhe prokuroria ka nisur hetimet dhe tashmë zyrtarisht pra kemi 2 persona të ndaluar për veprën penale, siç e konfirmova edhe me lart, marrje ose dhënje e rishfetit në proces të votimit. Të gjitha këto janë konfirmuar prapa kamerës edhe nga menaxherja e kësaj qendre Shkurta Bugojevsi, e cila i konfirmoi pra të gjitha informacionet që kishte Kallzo.com, por edhe ato çka i tha policia dhe prokuroria.